ligji nuk e lejon që unë të bëj kontrole kështu si që imagjinon ti. As me zakon, po as me logjik që nuk funksionon kështu. Dhe mos harro që hetimet e SPAK-ut i solli përpjekja dhe rezultati i përpjekjes time me vetdije të plot së bashku me skuadrën time të Partisë Socialiste për të bërë reformën në drejtësi, për të hapur rrugën e pastrimit të sistemit drejtësisë nga një llum i madh, edhe pse ka llum akoma nuk diskutohet, po nga një llum shumë i madh që ishte mbledhur në fyt të kombit shqiptar, dhe të shtetit shqiptar, për të ndërtuar institucionet e reja dhe për të bërë të pa mendueshmen dorëzimin e shpatës së ndëshkimit në duart e drejtësisë. Shpatën e ndëshkimit, se nuk e kam këtu, nuk e kam marrë këtu atë zonjën e drejtësisë, se jam i dashuruar me të. Shpatën e ndëshkimit, që e ka ajo zonja e drejtësisë, simboli i vjetër i drejtësisë, është një grua që ka shpatën, ka peshoren, ka dhe sytë e mbuluar. Atë shpatën e ndëshkimit në Shqipëri e ka pasur historikisht pushteti politik, e kanë pasur qeverit, e kanë pasur të parët e qeverive, e ka pas mbreti, e ka pas diktatori, e ka pas këneta, dhe e kanë përdorur për të ndëshkuar si pas oreksit politikës. Me vullnet plot, unë luftova dhe ja dola që ta dorëzojmë atë shpatë në duart e drejtësisë. Po në momentin kur pushteti politik dorëzon shpatën e ndëshkimit në duart e drejtësisë, i hap rrugë një historie komplet të re. Dhe vë edhe veten e vet, qafën e vet, në dispozicion në rast se shpata kërkon qafën e vet të pushtetit, për bëma të cilat natyrisht janë të ndaluar. Tani ne kemi probleme me cilësinë e drejtësisë, por janë probleme të rritjes. Dhe patjetër që ka shumë gjëra që nuk shkojnë, por ama këto hetimet që thua ti, nuk duhet ulin reputacionin tim. Përkundrazi, duhet ju konfirmojnë të gjithëve se sa i pangokur jam unë për ta parë Shqipërinë lart, për t'i parë shqiptarët të jenë si ata që i kemi parë gjithë jetën nga shumë poshtë lart, dhe për të pasur këtu një vend të drejtë dhe për të qenë të barabartë para ligjit. Dhe kjo do kohën e vet, do luftën, dhe kjo nuk bëhet se bën ti një parti dhe del atje edhe i thua hajde bëhemi bashkë tani ta pastrojmë, ti vëm giotinën, ti bëjmë këto.